Dhuro gjak, dhuro jetë, është motoja e javës së dhurimit të gjakut, një aktivitet sensibilizues që synon të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e dhurimit të gjakut dhe nevojën e vazhdueshme për rezerva të sigurta për pacientët në nevojë. Qendra e transfuzionit të gjakut fton të gjithë qytetarët që të bëjnë pjesë e këtij akti humanitar, pasi çdo pikë gjaku e dhuruar mund të shpëtojë jetë dhe t'u jap shpresë pacientëve që kanë nevojë për transfuzion. Java e dhurimit të gjakut është një aktivitet sensibilizues që synon të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e dhurimit të gjakut dhe nevojën e vazhdueshme për rezerva të sigurta gjaku për pacientët në nevojë. Kështu që me rastin e javës së dhurimit të gjakut, ju ftojmë që të bëheni pjesë e një akti të madh humanitar duke dhuruar gjak. Çdo pikë gjaku e dhuruar mund të shpëtojë jetë. Andaj dhe t'ju jap shpresë pacientëve që kanë nevojë për transfuzion. Sipas transfuziologës Nikol Bibaj, java e dhurimit të gjakut ka nisur me 12 qershor dhe do të zgjasë deri me 18 qershor 2026. Meqense se kemi fillu javën e dhurimit të gjakut, që ka filluar dje me datë 11/6/2026 e që do të zgjasë deri me 18/6/2026, ju bëj thirrje dhe apel që sa ma shumë të kemi dhurues vullnetar. Këtë aksion do të punojmë me orar të rregullt në javën e dhurimit të gjakut, prej orës 7 deri në 14, e po ashtu do të punojmë, qendra jonë do të punojë edhe gjatë vikendeve me të njëjtin orar në mënyrë që të kemi sa ma shumë dhurues vullnetar. Mesazhi im si doktoresh transfuziologe është: dhuroni gjak, dhuroni jetë, dhuroni shpresë dhe dashuri për njerëzit që kanë nevojë për gjak dhe produktet e gjakut. Kështu që ju mirëpresim të bëheni pjesë e këtij misioni fisnik. Dhurimi i gjakut mbetet një nga aktet më të çmuara të solidaritetit dhe humanizmit ndaj atyre që përballen me sfida shëndetësore.